Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, sot do bëjmë parashikimin për muajin nëntor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, tetor, por dhe videot e javës dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe shohim energjinë që na vjen. Ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe. Atëherë, shohim se si do jetë energjia në lidhje me shenjën tuaj. Do lëm 2 letra. Gjithsesi, në javën e parë kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Luanit këtu, energjinë e shenjës së Demit, Akrepit, Virgjëresha dhe Luani. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Virgjëreshës që jeni ju vetë. Atëherë, shoh në fillim të javës së parë, ju shoh që ju keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi. Një pjesë për jush në lidhje me dashurinë, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, disa të tjerë mund të kenë kaluar në lidhje me punën nga ana ekonomike, por gjithsesi ju do gjeni forcën për t'i dhënë drejtim situatave. Në lidhje me çfarë do lloj situate, mund të jenë situata në shtëpi, në familje, me fëmijët tuaj, dhe kalojmë përsëri te energjia e karrocës, por që ka 4 energji brenda. Ju shoh që ju do të jepni drejtim situatave. Për një pjesë për jush, ju ndoshta dëshironi të jepni drejtim emocioneve tuaja, një njohje të re, sepse unë e shoh që ju po mendoni shumë seriozisht në lidhje për pjesën e personave që janë të lirë për të futur në një njohje, pjesa tjetër në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për disa të tjerë do të jepni drejtim shtëpisë, familjes tuaj, sepse ka lidhje shumë të fortë me këtë gjë, anës tuaj ekonomike. Shoh që do vendosni një rregull në financat tuaja dhe ju shoh që do gjeni forcën për ta bërë këtë, por do jeni duke menduar edhe seriozisht në lidhje me çfarë do lloj situate që ju keni. Dhe këtu bëhet fjalë për t'i dhënë një drejtim më të mirë situatave. Dhe këtë e tregojnë 2 letra, njëra mbas tjetrës. Dhe në fund të javës jeni duke menduar në lidhje me një person, me një dashuri, dëshironi të jepni drejtim kësaj njohje, lidhje ose marrëdhënieve tuaja, ose në rastin tjetër mund të ketë të bëjë me shtëpinë, me familjen, me prona, me anën ekonomike, por dhe me gjithçka tjetër, me punën tuaj, por dhe gjithçka tjetër. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Atëherë, në javën e dytë ju shoh që keni të bëni me kullën, energjia e shenjës së Dashit dhe energjia e shenjës së Gafores këtu. Gjithsesi shoh ndryshime të mëdha që vijnë në jetën tuaj. Dhe këto ndryshime do jenë për mirë. Ndoshta ju do shkatërrohet, do shëmbet diçka për të ndërtuar gjëra më të mira, një njohje më të mirë, një marrëdhënie ose diçka më të mirë për fëmijët tuaj. Por kjo ka lidhje edhe me punën, për të ndërtuar gjëra më të sigurta në jetën tuaj. Mund të ketë lidhje me anën ekonomike, por dhe me situata të ndryshme, mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme ose me trajnime që mund të bëni gjatë kësaj periudhe, por ndryshimet mund të jenë nga më të ndryshmet. Mund të jetë ndryshim vendi, ndryshim qyteti, ndryshim pune, ose ju të ndryshoni diçka te rutina juaj e përditshme. Mund të jetë ndryshim luku për një pjesë tjetër. Dhe ju shoh në mes të javës, jemi te energji e Marsit, sepse kemi energjinë e shenjës së Dashit. Kështu që ju shoh që ju do jeni më të fortë, do merrni vendime, jeni në pritje të diçkaje për të marrë vendime dhe do bëni plane afatgjata. Sepse kemi Marsin këtu, Marsi është i lidhur me ndoshta me energjinë mbrojtëse që do keni gjatë kësaj periudhe, por
shoh edhe forcën, do keni aktivitetet forta në lidhje me gjithçka. Mund të jetë që ju jeni në pritje të një dashurie për një pjesë prej jush, mund të jetë edhe një person në distancë, ju jeni duke parë gjërat që ju rrethojnë dhe do bëni plane afatgjata në lidhje me njofje që e reja që do filloni, sepse ju shoh që dëshironi të ndërtoni gjëra të sigurta. Mund të jeni në pritje të një pune, të një partneriteti, të një bashkëpunimi, të një kontrate, por gjithmonë duke i parë gjërat në një këndvështrim tjetër dhe duke bërë plane me perspektivë për një afat më të gjatë. Kjo ka lidhje edhe me anën ekonomike, me punën tuaj ose edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, jemi te energjia e hënës këtu. Ju shoh paqartësi, frikra emocionale që mund të keni gjatë kësaj fundit të javës, por këto frikra mund të jenë sepse hëna ka lidhje me emocionet, ose lëvizje të shkurtra që mund të bëni dhe mund të keni edhe atë ndjenjën e shpenzimeve gjatë kësaj periudhe, por ndërkohë ju shoh që keni paqartësi, frikra emocionale në lidhje me lëvizjet që do të bëni. Ndoshta me këtë fillim të ri që do të bëni. Gjithsesi, është një hënë këtu, sepse jemi te energjia e hënës, ku ju do përqendroheni shumë te situata të ndryshme që mund të keni, por gjithmonë ose për të filluar diçka, por gjithmonë me frikra emocionale, me paqartësi brenda vetes, edhe pse bëni plane afatgjata, ju mund të nuk ndjeni të sigurt. Duhet keni kujdes dhe nga prapaskenat në fund të javës së dytë. Gjithsesi, është një javë e mirë sepse sjell ndryshime të mëdha, mund të jenë ndryshime që ju I keni programuar, por mund të jenë ndryshime të papritura. Duke bërë plane afatgjata, duke ndryshuar pamjen e gjërave, dhe këtu flasim në lidhje me çdo situatë, ju situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet, thjesht futeni në paqartësi, në frikra emocionale në lidhje me këtë fillim të ri. Ndoshta për të filluar diçka të re. Dhe mund të jetë një biznes, një partneritet, një bashkëpunim, mund ta merrni në situata të ndryshme. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Dhe këtu jemi te energjia e shenjës së demit, të britsjapit, jemi përsëri te britsjapi këtu dhe kemi përsëri kartën, kemi dhe diellin këtu. Ju shoh që në fillim të javës së tretë ju do ndiheni, do mbylleni pak brenda vetes, sepse do keni paqartësi në fund të javës së dytë dhe në fillim të javës së tretë ju do të rriqeni nga gjithçka, ndoshta për të parë brenda vetes, brenda shpirtit tuaj, brenda emocioneve tuaja. Ose në rastin tjetër mund të jeni edhe duke parë edhe duke menduar se si të jepni drejtim këtij ndryshimi të madh që do bëni, edhe pse ekzistojnë ato frikrat e brendshme. Dëshironi të jepni drejtim një njofjeje, jeni në pritje ju shoh, një lidhje ose marrëdhënieve tuaja, mund të jeni në pritje për t'i dhënë drejtim fëmijëve tuaj, shtëpisë tuaj, në rastin tjetër në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, varet nga planet që ju do keni. Domethënë, çfarëdo plani që të keni, në javën e tretë, ju do mendoni si të jepni drejtim, duke dalë nga këto frikra emocionale dhe duke u futur brenda vetes për të menduar se si do t'i zhvilloni planet që ju keni. Dhe në mesin e javës së dytë jemi te energjia e britsjapit. Britsjapi ka planet Saturnin, ju do vendosni një rregull, disiplinë në lidhje me gjithçka, në lidhje me njofjet, lidhjet ose edhe me situata të ndryshme, gjithsesi ju shoh pak të mbyllur. Ju shoh përsëri të mbyllur në mes të javës dhe në fund të javës do ndiheni në dilema. Një pjesë prej jush mund të tregoni të mbyllur në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet me një person, sepse ju keni frikra emocionale, paqartësi dhe kjo gjë do t'ju bëjë që të mbylleni pak brenda vetes, por ndërkohë do t'ju fusi edhe në dilema. Mund t'jeni dhe midis dy personave dhe ju do mendoni se si t'jepni drejtim situatave. Gjithsesi shoh edhe paqartësi, por shoh dhe vërtetësi, diçka ju
do dilni nga paqartësitë duke I parë gjërat në realitet, ashtu siç janë. Për një pjesë tjetër, kjo mund të ndodhi në lidhje me marrëdhëniet, ju tregoni pak të mbyllur në marrëdhëniet tuaja. Dëshironi të jepni drejtim, por aty diçka ka sepse mund të jeni midis dy personave, një pjesë, mund të jetë një pjesë shumë specifike. Ju mund të keni dy oferta dhe nuk dini këtë zgjidhni nga këta dy persona. Në rastin tjetër mund të jeni midis dy punëve, dy situatave, dy çështjeve të ndryshme dhe kjo gjë do t'ju fusi në dilema në lidhje me zgjedhjet që do bëni. Për një pjesë tjetër mund të jeni midis familjes edhe punës ose midis familjes edhe një situate të caktuar. Për disa të tjerë shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, ju do mendoni për të hequr disa kurthësime, ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta edhe për të investuar diku. Por dhe aty sikur nuk dini çfarë të bëni. Domethënë jeni në një situatë dilemash në fund të javës së tretë. Dhe java e katërt në javën e katërt, ju shoh që ju do lini problemet mbrapa, do tregojeni më të kujdesshëm në lidhje me gjithçka. Ndoshta keni kaluar shumë probleme në lidhje me dashurinë për një pjesë, sepse unë shoh që ju do të jepni drejtim situatave, por tregoni një lloj mbyllje dhe dilemash në javën e tretë. Në javën e katërt ju shoh që do lini problemet mbrapa dhe do tregojeni të kujdesshëm në lidhje me bërjen e gjërave, në lidhje me një dashuri, me një njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja. Në një rast, ju dëshironi ti uisni çdo ditë marrëdhëniet për të rritur dashurinë në njohjet që ju keni ose lidhjet. Në rastin tjetër, ju mund të keni kaluar shumë vështirësi dhe probleme në lidhje me punën ose dhe nga ana ekonomike. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që gjatë javës katërt ju të tregojeni më të kujdesshëm në lidhje me këto situata. Gjithsesi ju shoh që këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit dhe të zjarit përsëri. Atëherë, ju shoh edhe pak në gjendje stresi, pagjumësie ndoshta në lidhje me situata të ndryshme, por shoh që mund të ketë edhe disa konflikte në një rast ose një lloj konkurrence. Mund të jetë një konkurrencë në dashuri, ku ju mund të ndesheni, të keni një person që ka dhe persona të tjerë rreth tij, ose ju edhe në marrëdhënie mund të ndjeni një lloj konkurrence me njëri tjetrin ose një lloj egoizmi, ku secili tërheq nga vetja e vet. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë disa konflikte, edhe pse ju do tregojeni të kujdesshëm. Por në fund të javës, unë ju shoh që ju edhe pse do hasni pengesa në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, këtë mund ta merrni edhe në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por edhe në situata të tjera që jeni. Në fund të javës ju shoh që ju do dilni me sukses. Do t'i përballoni pengesat që do t'ju dalin me sukses. Çfarë do lloj pengese që ju mund të keni. Gjithsesi e rëndësishme është që ju do t'ja dilni, edhe pse do keni pengesa në një lloj konkurrence te vendi punës, mund të ketë konkurrencë në lidhje me ndoshta në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me trajnime, nuk e di, kurse të ndryshme që ju mund të bëni, me një lëvizje jashtë shtetit që mund të bëni, mund t'i merrni situatat si i keni. Gjithsesi, është një muaj mirë sepse ju jepni drejtim situatave, gjërat që kanë qenë të pandërtuara mirëzohen për të bërë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Jeni në pritje të ndryshimeve, por keni frikë në lidhje me këtë ndryshim që do vinë në jetën tuaj. Dhe ju fut pak në dilema, mbylleni brenda vetes, mundojeni të lini problemet mbrapa, aty do keni një lloj konflikti ose konkurrence, por dhe pengesa, po ju ja dilni. Dhe shofi marrim një mesazh nga angjit se çfarë ju thon për muajin nëntor. Atëherë, dhe kemi mbretin e zjarit këtu. Dhe ju thot, hapni krahët dhe fluturoni, thot. Mos pengoni veten tuaj. Për gjërat që keni të drejtë, thot, mund të hyni në diskutime dhe të diskutoni
edhe në lidhje me gjithë shka të diskutoni, në lidhje me njofit, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose edhe në lidhje me paqartësitë që keni, në lidhje ose me ndryshimet e mëdha që do bëni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, është një periudhë e mirë, ju hapni krahët për të fluturuar, për të ecur përpara, dhe mos e ndaloni veten tuaj në lidhje me këtë. Një diçka e drejtë ose diçka e vërtet do vi drejt jush. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj përsëri një muaj të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju uroj përsëri një muaj të mbar, një mbasditë të këndshme dhe një dëgjim të këndshëm.